sepse Kia dhe Rusia në vetë faktor që i kanë shkelur me dy këmbët ligjin ndërkombëtar. E qartë, mirë Roel, përpara se ta mbyllim këtë temë, ndërkohë që gjithë bota politike ka reaguar për kapjen nga ana e SBA-s të diktatorit të Venezuelës Nicolás Maduros, nuk kemi një reagim nga kryeministri i Shqipërisë Edi Rama. Pse Roel? Me sa jam unë koshient, ka pas një reagim nga qeveria shqiptare, nga zonja Elisa Spiropali, që është ministre e jashtme, dhe në momentin kur Elisa Spiropali bën reagim, normalisht ai është reagimi i qeverisë shqiptare. Tani sepse zoti Rama nuk ka reaguar vetë për atë çështje, nuk e di, por gjithëm që ka pas një reagim nga qeveria shqiptare në mbështetje të aleatit tonë strategjik i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kështu që nëse zoti Rama do të kishte realisht një problem me administratën Trump, ai do t'i thoshte ministres së të jashtme që mos e bëtë të deklaratë. Se ministra e jashtme nuk vepron nga mendja vet, ulët i merr nga kryeministri, nga shefi i ekzekutivit. Kështu që në momentin që është bërë reagim. E qartë, mirë, Roel, kalojmë tek një tjetër temë, pra e cila është protesta e ditës së dieshme, ku pamje para kryeministrisë tregojnë dhe përplasje të dhunshme mes policisë së shtetit dhe protestuesve, ku kreu i Shqipëria bëhet Adriati Klapaj, më pas ka përfunduar në spital pasi u godit nga një bombë gazi. Pyetërinë se apo përdor tashmë qeveria dhunën policore si një mjet për të friksuar dhe shuar çdo zë opozitar jashtë politikës tradicionale. Po mendoj se po, dhe mendoj që bëhet me qëllim, pikërisht qyteti, për të dhënë të idenë që në Shqipëri vetëm një opozitë mund të protestojë, ajo është opozita Sali Berishës, e cila mund të hedhë molotov dhe kryeministrisë, mund të godasi gardistë dhe policë, edhe nuk ka asnjë procedimi penal asnjëherë. Ndërkohë që kur partitë të reja dalin dhe protestojnë në mënyrë paqësorë, duke bezdisur praktikisht asnjë, duke ushtruar të drejtën e tyre kushtetuese për të protestuar, si duket ka një reagim të ashpër nga policia e shtetit. Kjo është gjë absolutisht e mirë, të tregon që pushteti aktual në një farë mënyrë nuk ndihet rehat për shkak të shumë aferave, edhe afera Akshit, edhe afera Zez Balluku. Zoti Rama kërkon të në një farë mënyrë të shtyp çfarë do lloj valvule shkarkimi popullore të partive, qofshin ato dhe partitë të reja, në mënyrë që të lëvizje të vogla të mos bëhen lëvizje të mëdha, sepse ajo që e mban zoti Rama në pushtet aktualisht është fakti që akoma nuk kemi shumë njerëz të shesh. Pra skandalet janë të mëdha, qeveria s'ka më legitimitet moral, flitet që ky vet mund të jetë për zoti Rama, mund të jetë në netim, ose mund të merret në netim në një kohë të afërt, por nuk ka njerëz që të mbushin vakumin e pushtetit, pra nuk ka opozitë të mbështetur nga populli. Dhe në momentin kur ka lëvizje të vogla që kanë potencialin për të bërë tilla, zoti Rama i shtyp, sepse ka halën e pushtetit vet. Kështu që në këtë aspekt kështu i gjykojmë dhunën policore ndaj protestës, me sa kam parë, unë nuk jam jurist, po krejt të lishme televizës Shqipëria bëhet. E qartë, por Roel, policia ka pretenduar se ka vepruar për të ruajtur rendin, ndërsa nga ana tjetër kemi një lider proteste pra të dëmtuar fizikisht, por ndërkaq dhe qytetar të arrestuar. Pyetja është se kush mban përgjegjësi politike kur një protestë paqësore përfundon me të plagosur dhe arrestime? Përgjegjësia politike fakt është vështirë të ndahet. Sigurisht që në rast se një protestë dhuna ushtrohet nga pala protestuese dhe ka dhunë mbrapsht ndaj palës protestuese, përgjegjësinë politike mban pala protestuese. Por në këtë rast nuk ka qenë kështu, ka pasur dhunë policore ndaj aktivistëve të lëvizjes Shqipëria bëhet dhe normalisht gjatë një dhune policore ti do duhesh të mbrosh veten tënde. Nuk mendoj që ka përgjegjësi politike një parti e re që po don të protestojë. Përgjegjësinë politike ka mendoj majoranca që nuk lejon ushtrimin e drejtës së protestës, që në fakt është një drejtë kushtetuese, jo një drejtë ligjore, por një drejtë kushtetuese. Dhe sigurisht që policia mund të ketë lloj racionalizimesh për ligjin, për interpretimin e ligjit, por sigurisht interpretimi i ligjit është i mënyrave të ndryshme. Po përgjegjësinë politike mendoj në këtë rast e ka majoranca. Qartë. Por Roel, ndërkohë qytetarët protestojnë në vendin tonë për varfërinë që është krijuar, për pagat e ulta dhe mungesën, siç pretendojnë ata, për atë zgjedhjeve jo të ndershme. Reagimi i shtetit është gazi i lotësjellës dhe prangat, ashtu si ka ndodhur edhe ditën e dieshme në protestën e Shqipëria bëhet. A është vërtet kjo prova tashmë që qeveria ka humbur legitimitetin politik dhe mbështetet vetëm te forca për të qëndruar në pushtet?
Unë mendoj që qeveria ka humbur legitimitetin moral, siç e thash në fillim, por legitimiteti politik është çështje matematike politike, është çështje numrash. Pra për sa kohë nuk ka një mocion mosbesimi ndaj majorancës së Edi Ramës, ajo ka 84 mandate, është majorancë shumë komforte dhe ai vazhdon të kalojë ligjin në parlament, vazhdon të qeverisë vendin pa asnjë problemi, edhe grupi parlamentar e ka mbanë i grusht në mënyrë e ka komplet të kontrolluar dhe ka një majorancë me 84 deputet. Nga ana tjetër, legitimiteti politik gjithashtu përcaktohet edhe nga protestat, të masia protestave që ti ke përballë. Pra zoti Rama nuk ka protestat të mëdha përballë. Ky është një realitet. Përpara disa një protestë të thirrur të Partisë Demokratike 3-4 ditë e thirrur, pa njerëz në shesh, por nuk kishte ajo protesta që ty tregojnë që është një protestë normale siç ne kemi parë këto 12-13 vite. Pra, legitimiteti politik të Brisela nuk është humbur, sepse ai përcaktohet nga numrat në parlament që Rama i ka dhe nga fuqia e opozitës që Rama ka përballë. Më saktë fuqia e opozitës, por mbështetja popullore e opozitës. Dhe po prapë opozita që zoti Rama ka përballë, që opozit fatkeqësisht e pa mbështetur nga populli. Dhe kjo është një farë mënyrë kjo është tabloja për legitimitetin politik majorancës. Ruel, fakti që ndaj zotit Adriatik Lapaj janë nisur edhe hetime, ndërkohë që ai është ndodhur në spital, ka ngritur ndoshta edhe dyshime për përdorimin e drejtësisë si një mjet presioni. Nga kjo anë, apo përdoret policia ndërkaq dhe sistemi penal për të kriminalizuar protestën, ndoshta edhe për të goditur edhe figurat që sfidojnë qeverinë Rama? Unë mendoj që po. Kjo është në fakt pjesë e historikut të tranzicionit 34 vjeçar shqiptar, ku partitë të pushtetit në përgjithësi janë përpjekur ta përdorin policinë dhe ligjin si mënyrë për të arritur qëllime politike, pra jo një interpretim neutral i ligjit, dhe që shërben të mirës përbashkët, edhe cilësisë së demokracisë, por një interpretim parcial ose një interpretim partizan politik i ligjit, që mund të konsiderohet dhe sa ka një gjykat, por që në fakt përdoret për të minuar demokracinë, përdoret për të akumuluar pushtetin e katër duar etj. Dhe unë mendoj që ne jemi në këtë rast, nuk është kjo e veçantë me qeverisën e zotit Rama, kjo ka ndodhur më parë, ku shenjë tranzicionin politik shqiptar, pavarësisht moshës, e di që këto muhabete janë përgjithmonë në këtë vend, dhe jo më kot Freedom House herën të Shqipërisë si një regjim hibrid, një regjim tranzicional. Pra nuk është një demokraci e plotë, nuk është një demokraci liberale, është një regjim tranzicional për këto arsye. Qartë. Ruel, nga ana tjetër, kur qeveria flet për rend dhe siguri, por pamjet që ne kemi në transmetim tregojnë edhe për një eskalim të qëllimshëm të situatës. A mendon Ruel se ka pasur një urdhër politik për përshkallëzimin e këtij konflikti për t'i dhënë fund ndoshta edhe protestës me forcë? Po mendoj se po, siç e thash në fillim, zoti Rama ka për mua problemi i Edi Ramës nuk është Sali Berisha dhe partia e tij. Sigurisht ata janë opozita më e madhe në vend, por publiku shqiptar, nësa e njohur politikën në Shqipëri, e ka refuzuar disa herë modelin e Partisë Demokratike aktuale. Pra zoti Rama e di që po t'i ketë ta përballë në zgjedhje, po t'i ketë ta përballë në protesta, ai fiton. Opozitat e tjerë, duke përfshirë partinë e zotit Lapa, janë më të vogël. Edhe në dukje nuk paraqesin rrezik për majorancën e zotit Rama. Por në fakt, prospekti i masivizimit të këtyre protestave, i rritjes së këtyre protestave, i shpërndarjes së këtyre protestave e trëm zoti Rama, sepse në rast se do të kemi një protestë të madhe fare pastaj që përhapen në gjithë popullin, që drejtohet nga zoti Lapaj, dhe do të kemi zgjedhje parakoshme shumë shpejt, një rast hipotetik që nuk e besoj, por që nëse do ndodhte, zoti Rama do kishte shumë vështirë fitoren. Pra, po kërkohet të shtypet protesta që në Gjinesë në mënyrë që të mos masivizohet. Sepse në fakt edhe në Ballkan ka një precedent të masivizimit të protestave, qoftë në Serbi, qoftë në Bullgari, qoftë në Rumani, në Greqi fermerët kanë bllokuar, pra ne jemi vetëm një vend ku nuk ka njerëz në rrugë. Është një gjë që ne duhet ta analizojmë në një moment tjetër, por zoti Rama kërkon ta shtyp në rrjen një familje protestën. Sa është e vogël, pa u zmadhuar. Qartë. Mirë, Ruel, për ta mbyllur, pyetja e fundit, në një vend kandidat për në Bashkimin Evropian ashtu si është Shqipëria, ku protestat nga njëra anë përballen me gaz lotësiellës, arrestime, edhe ndërsa kërkesat politike që bëhen nga vetë krerët e këtyre partive injorohen, pyetja është se sa larg standardeve është tashmë Shqipëria për të integruar në Bashkimin Evropian? Do të thojë Grisela që ne jo vetëm kemi vend se ne statusi si kandidat kemi marrë që vitin 2013, por jemi një vend që i hap negociatat dhe po mbyllim pothuajse gjithë kapitujt e negociatave në Bashkimin Evropian dhe
jemi të dytët mas Malizi për të futur. Pra në progres raportin e BE-s, Malizi dallohej si vendi i parë për progresin e vet dhe si vendi i parë për të futur në BE dhe ne dhe ishim të dytët. Realiteti është pyetje shumë e drejtë që ishton, sepse jam i bindur që ne nuk i përmbushim në asnjë lloj mënyre standardet e Bashkimit Evropian. Për shembull, nuk di në një qytet përqendrar në Bashkimin Evropian ku se prishet një kanalizim aty dhe qyteti ngel 5 ditë pa ujë dhe shteti duhet shkojë të marrë tuba në Turqi që të rikthehet uji. Unë nuk di ndonjë vend antar të Bashkimit Evropian ku Agjencia Informative e të dhënave dhe datës kthehet në kopshtin ekonomik personal të shefit ekzekutivit. Unë nuk di ndonjë vend të Bashkimit Evropian ku ka një post të veçantë që zëvendësohet me rokad të një njeriu që lidh krimin me shtetin. Edhe që emëron drejtorët, edhe që rreth ministrat, që konsënon ministrat, që merr urdhave nga kryeministri, që trën biznesmen, që ata të mos aplikojnë për tendera që do t'i marrë një zotëri apo një zotëri tjetër. Pra këto janë fenomene të botës së tretë, ose të botës dytë, botës së korruptuar, botës së nënzhvilluar, ose në zhvillim e sipër, që s'kan të bëjnë fare me demokracitë e Bashkimit Evropian. Tani, duke dhënë këtë tablo, shikuesi juaj, po edhe ti mund të vini pyetjen, po pse po na fusin tani në BE? Dhe jetojmë në kohërat e stabilokracive. Nuk jetojmë më në kohërat e demokracive liberale dhe vlerave, siç e përmendëm në fillim, jetojmë në kohërat e stabilitetit. Dhe në këtë zonë të botës, perëndimorët kanë vendosur që do të ketë stabilitet me çdo kusht, kjo duke përfshirë autokrat ose strongmen, ku i thonë, të tipit të Zoti Rama, po jo vetëm, që kanë afilim perëndimor. Sepse Zoti Rama sigurisht ka miqësitë më politike, ti kanë perëndim, nuk i kanë në lindje. Por vetë qeverisë si një udhëheqës lindor. Dhe në këto kushte, ata e kanë më kollaj të mbajnë Ramën dhe disa të tjerë, se sa të bëjnë ndryshime pllakash tektonike politike që sigurisht mund t'u hapin atyre probleme në një kohë kur në fakt problemi nuk janë këto autokratët, në sytë atyre të pakën, problemi nuk janë këto autokratët e vegjin në Ballkan, problemi është Rusia. Kjo është tek dera. E qartë, mirë, Ruel, kemi arritur në fund, të falenderoj për gjitha informacionet. Grisela, të falenderoj për flesin, kënaqësi. Mirë, ishim me Ruel Domin, unë dalëm tek arrestimi Nicola Maduros, tek marrëdhëniet mes SBA-s dhe Venezuelës tashmë, por edhe tek protesta e organizuar ditën e dieshme nga kreu i Shqipëria bëhet zoti Adriatik Lapaj. Do ta mbyllim këtu këtë pjesë të parë, rikthehemi në pjesën e dytë për të ndalur më pas tek tëra tek.